forcojë kapacitetet e veta dhe gjithë bashku të tërheqim në karën pozitive. Ndryshe do të kemi gjithmonë vetëm konflikte dhe konfliktet janë shterp, siç po provojmë politik, në ekonomi, kudo. Po. Sindikatat është vërtet që janë për të avancuar në drejtat që i gëzon nga ligji. Dhe ne gëzojmë disa drejta që i kemi me kod puna. Kështu që institucioneve tona detyrohen që të na sigurojnë zbatimin e këtyre drejtave në vendin e punës. Ndaj edhe ne kemi pas një aksion të Inspektoratit të Punës por të thotë që bëjnë detyrën tuaj me përgjegjësinë. Dhe mesazhi im është për të gjithë ata të cilët kanë probleme në vendin e punës, ti drejtohen patjetër institucionet, ti ngacmojnë Inspektoratin e Punës sepse ata do jenë të detyruar që të shkojnë tek ai vend pune. Pastaj çfarë do ndodhi aty është që ne duhet të bëjmë akoma më shumë presion që këto inspektor ta bëjnë siç duhet punën e tyre. Roland, të lutem. Unë mendoj që duhet të ndajmë njëre mirë vetën tonë nga errësira komuniste që iku para 30 vitesh. Shteti shqiptar, shteti nuk është më faktor në marrëdhëniet punëdhënës punëmarrës, por janë punëmarrësit vetë ato të cilët nëpërmjet sindikatave i kundërvijnë punëdhënësit. Dhe mos të drejtohen tek shteti, shteti, ne nuk duhet ta drejtojmë më gishtin kundrejt shtetit. Ne duhet jemi vetë ato që i marrin vetë përgjegjësitë tona. Nëse ne themi shteti, do shkojmë drejt komunizmit, dhe komunizmi ka vdekur në Shqipëri dhe e vetmja gjë që unë mësova nga kjo këtu mësova komunizëm. Komunizmi nuk duhet më. Do të shkojmë në publicitet dhe menjëherë do ikim në Një sekond. E para, i mbështes të gjitha ata njerëz që kanë vënë qoftë edhe një gur kaq të vogël në çështjen e luftës për punëtorin. Se kjo ka të bëjë me Zotin në radh parë dhe pastaj me tjerat. E dyta, kam një përshtypje, mund ta kem edhe të gabuar, që një pjesë e sindikatave, ose një pjesë e shtetit, ose edhe një pjesë e të gjithë partive politike, flen gjumë në Dorelan. Sepse kur flet gjumë Dorelan, jo, po edhe këtu shfaj, sepse po flet Dorelan, nuk e kupton nëse je në këtë po. Dorelani janë dyshek, jastëk shumë të mirë. Kur të zë gjumin Dorelan, vlla, nuk të vete mendja se çhalli ka tjetri. Shkojmë në publicitet dhe ju pres këtu në akuzë. Blini Dorelan.